ato ajo çfarë karakterizon presidentin Osmani është egoizmi i tepruar, që është një inatësore, që ka parasysh vetëm interesin e vet dhe jo interesin kombëtar, dhe këto edhe veprimet e fundit e dëshmojnë atë. Që është e vërteta me takimin me Trump fitojnë një farë lloj populariteti tek njerëzit thjesht, të cilët e shohin atë si sukses. Megjithse kjo është një sukses që do t'i takon të secilit, domethënë që do të ishte në atë pozicion. Edhe po të ishte kurdo që do të ishte president ose kryeministër, do të mund të ndodhen në pozitën të cilën u ndodh Vjosa Osmani, por ja që